si kanë fillu ato fillimet e tua në balet, a më shme nga tregu? Pak kum pas kështë emocione, jëm tut, për tani herën e dytë kum pas pak emocione, herën e të rejtë nuk kum pas heq. Do me thonë ato me kohë, jënë zhduk krejt emocione. Po. Dalja e parë në skenë, cila ka qenë a më shme nga tregu? Medalja e parë u kanë, kur i kum pas 5 vjetë, u kanë në Shkup, që i kum marrë 2 vendet para. Do me thonë, me medaljet parë, keni shumë krenare, po ashtu edhe emocionet me njerë janë zhduk. Po. Çfarë ndjenje është medalë në skenë, që shpregatitësh? Nuk nëse është rëngë kështë është adin mirë, se tani adin nuk ka rëngë kështë levizjet. Dhe më thonë do të me marrë shumë seriozisht, ato dhe më për a pregadit këtë gjashëm. Po të se nëse do me arrit, duhet me bu suksesin tënë. Po nëse nuk dënë, bësh qatu shtatë. Po, feks. Do me thonë, ti pregadit të shumë. Qështë do këtë ajo pregaditja, se të baleti është pak i vështirë, kështë a? është pak i vështirë, për nuk edhe aq i vështirë nëse ki talent. Se nëse kështë ki talent, munësh me arrit suksesin tënë, ku do që shkon. Kush ta ka zbulu ty talentën? Kur unë jam ka në vogël shtë 4 vjeqore, unë ja kom njësë që është me adem është me bukë shtë balet, të shpia, mami dhe babi e kanë vrejt që adem për më përqen baleti, kena shku të mësusja Vlora Prizreni, kena shku të ajo, kur ka përfundu ora, mësusja i ka thonë momit që unë e kam shumë talent edhe mundet me adin shkëlqyë. Tani, kur i kom pas 5 vjetë, adin ka provu e kështë më qume një gorë edhe kë marrë vendin e parë. Qështë do këtë ajo me shku nga ora, vjen ftesa, po... Nëse ata garat nuk e dione, për kështë më do këtë ata thujnë... Do me thonë ata ju throsën, edhe tash ju kur të shkoni nga ora, e keni vendet, do me thonë caktume... Sa ata kështë e vlerësujnë, i bën levizjet kështë të mirat, keqe, tani ata e vlerësujnë cilin vend e merë. So është e vështirë mi bu ndështë ato lëvizjet precize dhe të sakta krejt që do të mi bu. Do me thunë vynë konstant me bu ndështë edhe nësë është e vështirë me najtë në qatë pozicion, një ko pak ma të gjatë, se me lëviz në qatë mënyrë, atëherë te ato a përsërit me kohën edhe e mësan. Po. E përmendëm që familja ty të kam bështetë shumë. Po, edhe unë i falimderoj shumë, që vim për mas meje ku do që shkojmë, edhe i du shumë. Do me thonë, jemi këtu, ku jemi me anë familjes, po besoj që kjo ka me vazhdu gjithmonë. Gjithmonë. A shë baletin të si një profesion që në të ardhme në kjo me vazhdu gjithmonë? Po, se unë veç thëmë homos tani, se veç atë të botën tonë e ki që mu bu balerin kur ki e modhe, modele, pianos, qa ki qef të bënë. Përveç pianos, qka të pëlqen? Përveç baletit, qka të pëlqen dhe qka tjetër? Më pëlqen gjimnastika, piano edhe modelizmi. E piano, me nga të regu pak se dhe kjo, do me thonë lidhet pak a shumë, këtë këto lidhet në një vete. Po. Qka të ka pëlqy tek piano, pëse ke fillu me ushtru piano? Në piano këm filluar sepse atë këm dosh kështë me po talentin tem në piano, e këm po që këm talent tash haloja filloj, edhe baleti me piano një shumë adin ofër, po se kanë një artë shumë të bukër, sepse kongat e baletit lidhër shumë me piano. Do me thunë ty të pëlqen ajo lloj muzikës? Po ashtu e përmende edhe modelizmin? Po, unë kur i kom pas 6 vjeqore, kom fillu edhe modelizmin, deri 1 vjetë më duket, kur i kom pas 7 vjetë, kom dosht me provu dhe këto pianon, edhe tash
Do me thonë e ke vrit talentin tënd edhe je mundun që në secilën fushë të mundshme, me pas se ku po ki ma shumë talent, cilat po mundesh me bo, edhe e kemi pas që ke arrit në këtë po fusha me pas sukseset ndoja. Po njëherë kom pas qef edhe në gjimnastik, po momi ma dinu më ta ju se është shumë e rrezikshme, mundesh me vrona i kama na i sen, tani nuk doshta me provue, se mos më vrona na i kon. Edhe tani e provuva këto pianon, e posh që kom talent edhe tash janicë me vazhdu halo. Këto përmendëm që lidhen shumë, edhe është ai veshi muzikur që e kina, nështë. Po, Çfarë ndjenje është kur ta kish, kur ta merresh një medalje, çfarë komentesh do ta merr prej shoqërisë, prej familjes? pej familjes më morë shumë, sepse një herë jo konë Zagreb, edhe i ku morë 3 medalje, një herë vendin e tretë edhe 2 herë vendin e parë. Edhe bobi jam nuk u kom, po veç momi, edhe kur jo këthyu në pej Zagrebit, e ku po këtë dhume te me dhurata se ati ku mu shtru kështë shumë, deri sa kom arrit. Deri sa kom arrit kështë mirë, me morë na i sen. Ti ka që re, ka që vogël edhe e kitë këtu medalje. Çka mendon që kema arrit me anë baletit, muzikës, kur të rritësh? Cila është ondra jote? Ondra jem është që kur rritëna mu konë një balerin e famshme, një balerin e mirë e tjerat. Ti përmendë që ke gjenë në Zagreb, pra ke dalë dhe jashtë vendit, krejt me këto, do me thonë, ki edhe udhëtimet, jënë kështu ma fun, ma të mira, jënë ato që nuk e bojnë ashtë rutinore, dhe ashtë për shambull të mërzitshme një punë që e ki veç për shambull për ditë me shkut njëtin vend, po udhëtën, edhe ajo është diçka dhe ma e bukur, viziton shumë vende tjera. Cilat kanë qenë për shambull disa vendet që ty të kanë përqy që i ke vizitu? Mu ka përqyar shumë Turkia, sepse ka shumë artë të mirë, ka sukses të mirë, dhe Turkia ati kështë e mbon kështë mirë baletin, ka solla shumë të bukra, e ka ortin e mirë. Pra vlerësohet baleti aty dhe këqyret, ka për shambull dhe pjesëmarrës që dojnë me ju po juve aty. Po, edhe aty jënë shumë mësus të mirë, dhe i falimderoj shumë që më ka ndonë ka shumë medalje.